që ndini Skola, jam nga Fusharzi, jam vllai i Elkris Skolës, i cili që nga data 13 është i humbur, u bën 16 ditë. Momenti që i fundit që kemi pas komunikim me Elkrisin, vllain tim ka qenë në orën 7:30 po të asaj date, ku është larguar nga shtëpia dhe akoma nuk është kthyer dhe s'kemi asnjë lloj informacioni. Fjala fundit që kemi komunikuar me të ka qenë me babain, ku i ka thonë se do dal sepse një burr do më vite më marr. I ka thonë kush është ai burr? Dhe i përgjigj se nuk e njeh. Në momentin kur ka dal, ka marrë telefonin e babait me veti. I bisha telefonit, i shkoi ke thirrja dhe nuk u përgjigjke. Thjesht ma myllke. Mendoj se mund ta ketë marrë dikush. Shumë pikë pyetje kam, shumë pikë pyetje. Ju bëj thirrje instancave përkatëse, vazhdojnë kërkimet, sa është jetë njeriu, s'ka rëndësi. A është me probleme mendore, a shordha me mec, a i verber, a invalid, thjesht a qytetari i këtij veni.